ky Elon Musk në një debatim me sekretarin e Tërsarit, që është pjellë e sorësit, do thosha, u përplasën në një korridor me shpatull, ky Elon Musk e godet me shpatull edhe aty fillon debatimi, atëherë sikur se thonë burimin nuk janë 100% sigurta, por dije që Elon Musk u paraqit në një konferencë shtype në një intervistë me syrin në zim. Edhe ata njerëzit për afër tij thanë që jo, fëmia 2-3 vjeç që ka godit me grusht, që ndoshta s'ishte vërtet. Por aty ishte se ky drejtori i Tërsarit e goditi me grusht. Në atë moment, normalisht drejtori i Tërsarit është i mundur nga Trump tha, kjo është mjafta, edhe i tha për këtij momenti tha ti nuk je i pranishëm, nuk do të jesh pjesë e Dodge. Aty filloi krisja, domthonë mediat edhe opinioni publik kanë frikën se Elon Musk ka një sasi, domthonë është një më i pasur në botë, edhe ka influencë të madhe tek followers, të njerëzit që e njekin. Vetëm nga një postim që ai bën krahasim me Trumpin, vetëm ke postimi që ai kishte bërë për Trumpin, edhe thotë që ka qenë ka qenë pjesë e atij që ka gjurësh ka që u gjeti vdekur, që dyshohet Epstein, se është edhe herësat. Tarin Elon Musk edhe të mas disa kosh, që ka dhënë $300 milion, ka bërë fushat për Trumpin, edhe në moment që prishën raportet e biznesit, raportet e forcës, edhe Tarinët thot për Trump që ka qenë pjesë e Epstein, kjo duket sikur është komplet jo pa pranueshme, por është, si me thonë, mashtrim ose fake. I ka lëkundur pozitat e Trumpit, qoftë kjo, qoftë protestat në Los Angeles, por dhe zhvillime tjera? Nuk e besoj, normalisht njerëz ka që luhaten, nuk e besoj që pozitat e Trumpit, unë jam emigrant për vete, Amerika është bërë me emigranta, unë nuk jam gjenerat e dytë ose tretë, jam kam marrë para 30 vitesh, por të thënë, sikur e ndi unë si shqiptar që ka marrë në një vend huj, do thëmë në Amerikë, unë jam 100% dakord që jo vetëm të futin Guardian, National Guard, po të futin çdo përpjekje që këta njerëz mos guxojnë me nxjerr flamurin e Meksikës mes Kalifornisë. Por krejt janë, gjitha këto që bëhen janë pasi governatori i Kalifornijës është i majt, është ekstrem i majt, është nipi Pelosit. Këto dihet domosdoshmë se si Kalifornija i ka mbi 50 electoral college, e dihet që pëtush Kalifornija është ajo shteti që vendos paka shumë, që vendos shumicën se ku shkojnë votimet, kur bëhen votimet për president. Edhe dihet që gjithmonë Kalifornia ka qenë e majtë. Kështu që ato bëhen me qëllim, disa njerëz thonë që janë thjesht parë të George Sorosit që ndikojnë tek këta njerëz që dalin e bëjnë protestojnë, por që kjo ndodh kur ti i ke lënë dyert e shtëpisë hapën për 4 vite, e të shfut të lloj llumi, e të lloj janë fut njerëz, edhe normalisht që s'po them që janë të gjithë llum, por ti kur futen kriminala, futen njerëz adulta, futen njerëz që kanë sjell droga, fentanol. Si mendon si do reagojnë ata? Do reagojnë kundra policisë, kundra National Guards. Këto të majtë thonë pse Trump duhet me fut National Guard, por
unë jam për ligjin. Nëse e theve ligjin zotëri, duhet mu dënu, pik. Edhe Trumpi ato kërkon. Edhe 100% populli amerikan ato kërkon. Me fata që kur i shef ata njerëz që kanë dalë aty janë kretë janë me vath në për hun, me vath në për vesh, njerëz tamam nga ta liberal, trush për lab, si me thonë, kërkojnë drejta pra janë të sponsorizuar. Njerëz që kanë ardhur ilegal në këtë vend, edhe mas 1 viti, mas 2 vjeç, mas 3 vjeç, thotë, kjo është vendi im. Nuk është vendi yt, zotëri. Vendi yt është Shqipëria, vendi im është Shqipëria. Kjo është vendi i dytë, pasi unë kam marrë në mënyrë të rregullt, kam marrë dokumentat, paguaj taksa çdo gjë. Por ti vish pagush ose vish përmes Meksikës e vendeve tjera, edhe mas 4 vitesh, mas 3 vitesh, pasi qeveria e Bidenit ka ofruar shtëpi, ka ofruar ushqim, ka ofruar spital, ka ofruar më shumë se sa një personi që është amerikan, që ndoshta si ka të ardhurat, edhe nuk ja shteti nuk ja siguron ato që ka siguruar një emigrant që ka ardhur nga kufiri për 4 vite sa ka qenë Biden e Harris. Kështu që unë vërtet, sikur thashëm, emigrant, por du që këto njerëz me i ulën tokë. Me i ulën tokë pasi ligji për njerëzit që kanë ardhur ilegal, ISIS është organizatë e krijuar që e ka pas edhe Obama, çdo president. Obama ka kthy në kohën e tij mbi 2 milion njerëz. Por e ka bën në mënyrë fshet, tamam sikur i bajnë këta të majtë gjanat, poshtë tavolinës. Nuk e ka bën të njoftë nëpër media, pasi mediat e veta kanë qenë komplet një lloj sikurse 4 vite që kanë lënë kufirin hap, edhe as i media e majt, këta që i përkrajnë demokratus, e paqishin gjendën shumë qetë në kufi, në Meksik, çdo gjë është në rregull përveç një Fox News. Kështu që unë vërtet nuk i dua dhunën, nuk e dua policin rrugëve, mu djeg makina gjona, por çdo gjë është çdo makinë djegur, çdo fond që jepet për National Guard do na kushtoj ne, ju kushton popullit amerikan. Kështu që këto njerëz por kështu është rrymat politike, i frymëzojnë njerëzit, edhe këtu është ndërgjegja është pak ka njerëzit shumë sens kur gjonat bën pa drejta. Njerëzit tash normalisht kanë derisa thonë se Amerika është shtet imigrantave, disa njerëz mendojnë që secili ka filluar kështu do të më ardhë dhe me fillu jetën kështu, pse shteti do të më ndërhyjë tash me kthy njerëzit, disa janë ndoshta edhe familjar, shtatzanë. Po kjo është e keqja se kur i kena thonë shqip me hanë edhe njohme për sketatit. A kupton? Disa janë ndoshta të rregullt që do të punu, por kanë hyrë legal, s'kan paraqit dokumenta, nuk kanë futet letrat për proces azili ose proces për punë, ose ka lloj metoda që njerëzit marrin dokumentat këtu në Amerikë. Kështu që unë besoj që mënyra më e mirë është që njerëzit nuk them u qetësu më shku në shtëpi, por mu bë gjonat sipas rregullit, sipas ligjit. Nëse do marrë në Amerikë, hajde me mënyrë të rregullt, merr letrat edhe s'nga njëri. Ke drejtat e tua sikur çdo amerikan. Zoti Kortoçi, po çfarë po ndodh me ke dëgjuar gjë se ne dim asnjë gjurmë të Lasivitës. Iku nga këtu, marruan zgjedhjet, na ka humbur. Demokratët po e kërkojnë për fitoren. Po, dëgjoj, unë edhe në disa shprehje që kam bërë ke ju, ke kanalet ashtu, të më thonë që Lasivita është kompani private. Normalisht ai ka influencën e vet ke republikanë në Amerikë, ka qenë një ndër kryesorë që kanë ndihmuar Trumpin në fushatën elektorale, po Lasivita nuk është
nuk e ka dorën e çdo shqiptare. La Civita është, sikur thash, përfaqëson një shtet që është shteti amerikan, përfaqëson të djathtët këtu. Ftyra e La Civitës, paraqitja e La Civitës në Shqipëri ishte që ti thesh që po i thoshte popullit shqiptar atyre që kërkonin ndryshimin që Amerika është me ju. Po në fund fundit, La Civita ka drejtën e një vote, po themi sikur La Civita të ishte shqiptare ardhur nga Amerika ka drejtë. Ndërsa votën te kutia e kanë shqiptarët. Unë bona një ashtu një krahasim, ju thosha që edhe në kohën e partisë punës, që Amerikë ka qenë, këtu ka qenë edhe prap njerëzit votoshin 99.9% për partinë e punës Shqipërisë. Kështu që po bisedosha me një shoktimi një ditë dhe më tha mu e thash, si shkon puna, thash, ç'a ndodhi në Shqipëri? Tha, Latifi jot, i thash, Latifi nuk është imi, Latifi është i juaj. Thash, po, ju du me kuptu një gjë, se kjo më gjasën me firmat piramidale, kur i pyesha njerëzit në 93, 94, që